Sali Berisha u rikthye në dyert e SPAK të hënën e 5 janarit pas pushimeve për ndorrimin e viteve. Ai firmosi masën e sigurisë së detyrimit të paraqitjes për dosjen Partizani. Shqetësimi vetëm për të pas daljes nga SPAK ishte përgjetjet e prokurorisë së posaçme për pasuritë e fëmijëve të tij. Në akuzat kundër Sali Berishës konstatohet se shtetësia Argita Maltezi ka evidentuar në deklaratën e dorëzuar me 16/8/2006 pronësinë vetëm të një apartamenti banimi me sipërfaqe 77 metër katror në rrugën Myzeqari përfituar nga privatizimi. Tani, kjo se vajza ime dhe djali im në përputhje me ligjin, vajza ime ka zotruar 1/3 në apartamentit siç i takonte në atë kohë sepse ishte mbi 18 vjeç, kjo është dhënë si një dëshmi si një akuzë për korrupsion nga prokuroria politike. Në fund Berisha tha se këtë vit do ta largojë Edi Ramën me protesta dhe me votë të lirë. Në dyert e drejtësisë këtë të hënë e nisi dhe Ilir Meta, por pas surpriza, gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e ish-presidentit për lirim nga qelia. Vet Meta nuk mori pjesë në seancë. Ai kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë në një masë më të lehtë me argumentin se nuk përbën rrezik për prishjen e provave, intimidimin e dëshmitarëve apo të largohet jashtë vendit. Megjithatë, ato nuk u morën parasysh nga gjykatësi Erion Çela, i cili vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë ndaj Metës me argumentin se mund të përsëritet vepra penale. Meta mbahet në paraburgim që për 21 tetorit të vitit të kaluar, pasi SPAK e dyshon për aferën korruptive CESDIA, për lobimin e Lëvizjes Socialiste për integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për pastrim të parave. Këtë të hënë ka dështuar të zhvillohet sërish në gjykatën e posaçme edhe seanca paraprake në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Ky i fundit nuk u paraqit personalisht, ndërkohë që mungonte edhe avokati i caktuar kryesisht për të, Valentina Teodorescu. Erion Veliaj ka pretenduar se furgoni i shoqërimit të burgjeve është vonuar për ta dërguar ato nga paraburgimi i Durrësit për në gjykatën e posaçme. Kryebashkiaku i Tiranës e cilësoi këtë në neglizhencë të qëllimshme, por ky pretendim u hodh poshtë nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Këta të fundit thanë zyrtarisht se kanë njoftuar në kohë Veliajin për përgatitjen dhe nisjen e tij drejt seancës gjyqësore, por kryebashkiaku ka refuzuar të dalë me pretendimin se është vonuar. Veliaj kishte kërkuar të mbrojë vetë para gjykatës së posaçme, që në këtë mënyrë t'i mundsoi dhënien e dosjes hetimore pas refuzimeve të vazhdueshme që ai të lexoj fashikujt fizikisht. Seanca e radhës u caktua me datën 19 janar, ku pritet të vendoset kalimi ose jo për gjykim i kësaj dosje.